Në botën shqiptare njiheni shumë, njiheni më shumë se sa që ju e dini. Kam këtë përshtypje dhe është interesante se jo që elita fetare shqiptare është aq e thelluar në njohuritë të fesë, të dijes islame. Për këtë arsye dhe mund të shkëlqej shumë më shumë ndonjë hoxh orator, ndonjë hoxh që ligjeron me emocione të caktuara, pra mund të jenë më dhe ju jeni prej atyre që ligjeroni but, ligjeroni qetë, ligjeroni, pra nëse nuk kanë akses qasje njerëzit në dije, nuk është se ti do t'ju kishe pëlqyer. Mirë po, ajo fjalia min el qalbi ila el qalbi sabil që prej zemrës në zemrë depërton, unë kam rastin një djalë imi pak takime ka me ju, shumë pak. Po që nga koha kur ju njohu, me një kurs veror që ke mund t'i mbash ndoshta 4-5 ligjerata javore me ta, kur do që dëshiroj ta provokoj që të qaj, ja përqesh pak hoxhën Ismail, e ka shumë lehtë të dal nga kontrolli. Çka i ke bën nuk e di. Çka i bën e babës tem që deshi për një umre që bëhet bashk aq fort. Dhe mos u përgjish. Të Allah shpëlivet mira për konsideratën e lusë Allahun lartësuar që na i falë mëkatet. Patjetër. Na i përmirësoj gjendjen, siç ka thënë Ebu Bekri, kënaqësia Allahut qoftë për ta. Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. O Allah, më bëj më mirë se që mendojnë njerëzit, mi fal ato që nuk i din njerëzit. Jemi njerëz me të meta, kemi mangësi, kemi problemet tona, e lusë Allahun subhanahu wa taala që ta përmirësoj gjendjen. E vërteta është që domethënë duke lëmë janë konsideratën tënde, ka teprim, domethënë përshkrimi që ke bërë. Unë jam një hoxh, domethënë me aftësi mesatare, me përpjekje mesatare. Po e lusë Allahun subhanahu wa taala të na mbajë në këtë rrugë, ta përmirësoj gjendjen tonë. Vërtet ka dietar, ka hoxhallar në botën islame që shkëlqejnë, ka edhe në trevat shqiptare njerëz që janë më të përkushtuar se unë, përpiqen, durojnë, përcjellin fjalën e Allahut subhanahu wa taala, është për të ndjekur shembullin e tyre. Po mase një hoxh ndikon ke një pjesë, disa hoxhallar tjerë ndikojnë ke një pjesë tjetër, edhe më e gjerë, elhamdulillah. Jemi gjithë rrugtarë të kësaj rruge, lusë Allahun lartësuar, na forcoj, ta përmirësoj gjendjen tonë. Mos na bëj prej atyre që marrin dhe fitojnë lavdi tek njerëzit, edhe ke Allahu lartësuar janë të vegjël. E rëndësishme është që në mbretërinë e qejve të kemi emër, të kemi pozitë ke Allahu, se dynjaja do shkojnë. Kredoja, prestigji, çfarë fiton robi në këtë botë, do shkojnë. Dhe lan këtë botë. Nëse kemi rëndësi ke Zoti, nëse kemi vlerë, kemi gradë tek Allahu, jemi të fituar. Në të kundërt, nuk na vlen asgjë.